Mirë se vini në një tjetër epizod podcastit për jetimet bashkëprehuna. Sot kam kënaqësinë të mirëpres një grua të jashtëzakonshme, Miska Shoqërolli, fizioterapeute dhe estetiste. Përmes punës së saj profesionale dhe përkushtimit, Miska ka ndikuar pozitivisht në jetën e shumë njerëzve, duke kombinuar kujdesin fizik me atë estetik. Jam e sigurt që historia e saj dhe përjetimet e saj ka me qenë frymëzim për krejt njerëzve. Ta mirëpresim bashkë. Miska, faleminderit që jete dhe që pranove ftesën. Faleminderit juve për ftesën, mirë se u gjeta. Kisha pas qef me njerë me kalu të pyetja e parë, nëse gjatë jetës tënde ke pas ndonjë ngjarje a situatë që ta ka ndryshu komplet rrjedhën e jetës? Për me ma ndryshu jetën, janë konë pyetjet e mia, rrjedhën e jetës, janë konë pyetjet e mia që ja kam shkaktu vetit vazhdimisht, kush jam unë, pse jam unë, edhe ku jam unë. Ndoshta edhe këto pyetje më kanë qu te udhëzimi edhe praktikimi i fesë islame. Ka pas edhe ngjarje tjera që ma kanë ndryshu vazhdimisht jetën, po një ngjarje që ja vlen me cek është vdekja e bebes teme. Ka jetu 2 javë, ka lind para kohe, ka jetu 2 javë edhe ka vdek. Kjo ngjarje më ka bo me pa botën krejt ndryshe. E kom pa me shumë ngjyra, tash e shoh me ngjyra, po me ngjyra caktume. Po i kom theksu me ato ngjyra që i shoh. Edhe më ka jep mësim që mi ndajt afër sa ma shumë familjes, mi ndajt afër sa ma shumë njerëzve që ja vlen mi ndajt afër, jo gjithkujt. Po, secila sprovë ka anën tjetër të medaljes për të mirë. Shpresoj të Zoti që kemi kalu mirë edhe kemi me gjetë të Zoti këtë shpërblim. Jam e bindun që kjo që je sot dhe mënyra se qysh reflekton sot është po ashtu një prej begative që kanë edhe sprovat, se jo gjithmonë është veç ana që na e dim, ajo pjesa sfiduese është edhe kjo pjesa e refleksionit edhe rilindjes me një përpunëve. Çështët e mendoj të në kohën që sa ma shumë që sprovohemi, aq ma shumë bëhemi të fortë. Normal, i kemi baticat edhe zbaticat tona, po na forcojnë. Na forcojnë një mënyrë ose tjetër. A të duket që e ke përmbledh vetën, Miska, që vetë se ke arrit me kalu në një hap tjetër ndaj përgjegjësive tua jetësore, funksionit tënd jetësor? Ma mërmendja që po. A reflekton kjo edhe te njerëzit e tu përreth? Po. Rrethin e kom pas mbështetjen kryesore. Sot që ka një herë mu ka dok që nuk po më kuptojnë, nuk po din dhimbjen teme, po më ka ndihmu shumë. Këto po ta vëllini që ke pas mbështetje dhe kërkesë për kraje. Shumë, kom pas tu fillu prej burrit, prej fëmijëve, prej prindve, prej familjarëve të afërt edhe të largët, besa edhe prej shoqërisë shumë. Alhamdulillah. E bekume që e kom pas një rreth kaq mbështetës. A ke pas ndonjëherë ndjesinë që tjerët s'po të kuptojnë edhe nuk janë në linjën tënde? Qysh i ke relativizu këto situata ose këto raporte? Ndjesinë që tjerët nuk po më kuptojnë e kom pas qysh në fillet e para të praktikimit islamit, kur kisha dëshira ato që ka e kom mësu për veti me nda me tjerët. Ndoshta edhe ma shumë e kom pas mbas praktikimit mbulesës kur e kom qitë, kom pas rezistencë shumë të madhe, tu fillu prej familjes, prindrit jon konë kundër. Pse jon konë kundër? Se një ndryshim total i Miskës o konë, jon tu që jam indoktrinu prej dikujna, po tash po kalu ajo fazë, është mirë. Shoqëria jon konë kundër, çka po do me bo, ku je nis, pse, çka do me bo, qysh do m'ja dal, krejt dyrë të mshelen, se për profesora e për profesoresha mos të flas. Ka pas rast kur kom shku në provim, kom pas me gojë mu pyet, janë konë 2 profesoresha, e njona prej tyne bashkë ka dit me
qitë taktit ashtu, sa që nuk mu i ke hiq me marrë një mendim, do me thonë ndryshe, vetëm në të i ke ata, po me përballu ndryshimin tem, sa që u detyrova, mi thonë, ti e këtu për vlerësimin e mendjes teme, jo vlerësimin e flokëve të mia apo pamjes teme, kështu që kaloj edhe ajo. Si e përballova, vetëm me bindje që kjo çka jam të e bo është më e mira, duke shpresu që Zoti ka më konë i knaqëm me mu, edhe Sfidat nuk vinë me na thy, po vinë me zgjuat potencialin ton të mbrëmshëm edhe me na tregu ma sakt kush jena. Qysh e shpjegon ti ndjesinë e triumfit mbas betejave që ti ke pas? Ndjesia e triumfit mbas një beteje të mbrëmshme, që nuk i kanë atë pakta, është tamam sikur një dritë e diellit që lind mbas një stuhije të madhe. Stuhija të mbrëmshme kanë mi pas vazhdimisht, po vazhdimisht më ka qetësu historia e pejgamberit alayhis salam, kur është nis me Ebu Bekrin edhe që janë strehu tek shpella, që ka porosit Zoti mos u friksoni se Allahu është me neve. Kështu që kjo më ka bu mi kalu krejt stuhit e mbrëmshme. Qysh ka ndiku identiteti jot personale, profesional, në vendimet që ti ki marrë në rrugtimet tua? Identitetin tim personal e kam kuptuar si mosh shumë të re, po që kam shku duke e gdhen të rrit. Rrethi, besa dhona një veten sikur person shumë i vendosur, shumë i hapur, shumë e drejt për drejt dhe e kuptueshme për mendimet ndryshe. Ndërsa identitetin profesional e kom imagjinu sikur e vogël, kom pas pasion leximin. Jom rrit një familje që kanë lexu vazhdimisht, edhe si e vogël e kom dash librin shumë. Edhe qysh prej shkollës fillore e kom da mendjen që du mu konë stomatologe. A u bona stomatologe? Jo, nuk u bona. Fillova studimet, po ndërkohë erdhen fëmija në jetë. Dulen sprovat me ta, me njënën prej fëmijëve të mi, edhe mundesh ndërprerja e studimeve. Kur erdh koha për më kthy te studimet, mbas kalimit të sprovës, isha më mëndyshja pe du tash stomatologjin që e kom pas ondër, apo pe du fizioterapin që më duhet mi ndajt afër fëmijës tem. Ish e domosdoshme në atë kohë mirëmbajtja me fizioterapi për fëmijën tem. Edhe vendosa me shku fizioterapi. Reagimi profesorave në fizioterapi, o kun ti nuk e ki vendin këtu, ti vetëm edhe një vetë gjys 2 diploman dhe shko e ki vendin atje. Po ne vendosa, edhe nuk jam pishman, shumë përmbush ky profesion, po krejt pacientat e kom qas janë sikur me fëmijën tem, ashtu bash një paciente i kish tash ofër 60 vite, dhe po ma bën, tha, si qysh po më sheh, thash sikur fëmijën tem të shoh, thash se me qatë një jetë e kom nis këtë profesion edhe kom vazhdu të në kohën. Definitivisht i shoh sikur fëmijët e mi. Ajo nevoja për mi ndajt ofër fëmijës më ka bu mu përkushtu dhe të pacienti, mi ndajt ofër me krejt mundin, do me thonë që ka kërkohet për pacientin. Miska, çfarë roli ka lujt besimi në jetën tënde në mënyrën se qysh i ki pa gjanat, jetën, përballimin e sfidave sidomos? Përballimin e sfidave mas shumë të jam falemnderuese ndaj Zotit që më ka dhuru udhëzimin, edhe mbështetjat e ai, e njohja atributeve tina, emrave tina, edhe historitë e profetëve, edhe një ngjarje që vazhdimisht më ka jep, më ka shty për me vazhdu,
o kon historia e Merjemes a.s. jo që historia jeme lidhet me ta, po dhone si kur çdo femën që ka dash më mbulu, i kemi pas sfidat tona. E sidomos para 20 viteve. O kon bukur një sfide madhe, po sa herë kujtojsha historinë e Merjemes a.s. Kisha një shembull, thosha që Zoti na ka jep krejt femrave këtë shembull që na duhemi mos mu dorëzu. Kur ajo në atë kohë, në atë moshë ka kalu me mbështetje ndaj Zotit, kush jena na që nuk e kalojmë edhe që nuk e përballojmë një sfidë ngrasim me to që është shumë më e vogël. Përgjithësi, mbështetja ndaj Zotit edhe si moto jetësore kam ajetin kuranor, vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. M'kfill ky ajet ashtu edhe m'jep me vazhdu vazhdimisht atë Për ka nuk është ky ajet kuranor, subhanallah. Mi mbush bateria, ashtu sotë që mbin nga një herë ashtu, po ky ajet bashkë mi hap dritaret krejt tjera dhe e di që ka me ardhe mira, e di që ka me kalu gjithçka, sotë që e vogël po e madhe më kon, ka me kalu se Zoti ka premtu ashtu që ka me kalu dhe ka me ardhë një lehtësim pas asaj sprove. Elhamdulillah. A ka qenë Miska kështu edhe para Islamit? Ka qenë gjallë? Miska aktive. Para Islamit ka qenë gjallë. Miska personalitetin e vet bukur mire ka ditë kush është edhe para Islamit. Ndoshta që jam rrit një rreth me tritën që kanë lexu vazhdimisht edhe jam kanalizu në atë pjesë. E kom ditë ku çka bën, i kom ditë kufijtë e mi ku janë, çka bojnë, çka s'bojnë. Që ja kisha rekomandu tënve mas pari më ndalë të bindjet edhe kufijtë e vetë ku i kanë, mi ditë atëherë e gjenë qesin e jetës edhe mandej ecë. Sa do që vështirë është, ecë. Miska, që e ke gjetë qetësinë e rahatin tënde në momente stresuse, momente të pasigurisë me situata të cilat je përballë? Nuk muj me thonë që çdo herë e kam atë sigurinë maksimale, i kam edhe në ngritjet edhe zbritjet e mia, po mbështetja në Zotin ka ndihmu shumë. Edhe që thash e kam këtë moto jetësore, vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi, shumë dritare mi qelë. Sa të që mundet më pas provë madhe apo pasiguri e madhe, ndalë, reflektoj edhe ky ajet më qënë kumë edhe vazhdoj. Miska, qysh i menaxhon marrëdhëniet me njerëz që nuk i ndajnë të njëjtat vlera apo bindje me ty? A është sfiduese kjo për ty? Jo, nuk është shumë sfiduese, se ndoshta jam eduku prej familjes qysh e vogël që tjetrin duhet me mas pari me respektu edhe me pranu me mirësjellje, çfarë na pëlqej apo s'na pëlqej. Jam e hapun, jam e respektueshme edhe pranoj tjetrin çfarë do bindje që ka, po deri në atë momentin sa nuk më cënon bindjet e mia. Me gjas nuk e kam përshtypjen që ti ki me pas vështirë me pranu diversitetin e dikujt tjetër apo kuptimet, po çka kur ata tuat nuk i pranojnë edhe nuk i akseptojnë. Nuk i kom pas shumë lehtë asone. Ka tu fillu prej familjes kur kom vendos mbulesën, kom pas paragjykime, jo bindje të njëjta, domethënë që pajtu me mu për mbulesën. Shoqëria, rrethi, po bindja edhe njohja e vetvetes është qes bukur i mirë. Ke qitë domethënë limite dhe bariera, ke arrit deri në atë pikë sa jam shumë mi caktu kufijtë e tu. Jam shumë miqësore se thojnë, po deri një kufi që unë i kam, domethënë një rreth imagjinativ që e kam, që aty nuk bën mu afru kurkush, është rrethi jam edhe unë jam aty. Na jemi njerëz ndryshëm, Miska, secili kemë bot kuptimet e tona, kanë vështrimet e tona. Edhe kisha pas qef me ditë ti je nënë e dy adoleshenteve tash.
sa vështirë është, sa sfiduese është kjo pjesë mu ballafaqu me to dhe qysh është ai ndërveprimi i përditshëm. Se nani jam vetë e di saktësisht se qysh dhe sa vështirë, sa sfiduese mundet me kon, sidomos kur është mosha adoleshencës. Ti qysh ke arrit me përballu këtë sen? Dy vajza, dy adoleshente, po dyja dy bota të ndryshme, me njënë në qasje tjetër, me njënë në qasje tjetër. Mirë. Sa nona po dalin të ti? Nuk e di ka herë 5. Po mirë, po menaxhohet mirë, po kemi ato ngritjet e zbritjet, po në vija trasha mirë. Jo maja nana që mundona mu bo muri, që mos me pas ato ndjenjen që pëllëndoj nanën, ose përrëndoj nanën, ose me më shef prej nanës, po më kon shoqja e parë dhe ajo muri pa hezitim që në shohet edhe e din që të mbanë. Ato jo mundu, e tash sa ja dalë dhe sa ja kom dalë, nuk e di, jo mundu vazhdimisht mja kujtu fëmijëve. Po, jenë mirë shumë që nuk i paske ngarku me barë, se zakonshëm na si shoqni kështu e nxisim edhe kem qef me nxit ndjenjen që çdo sukses, çdo triumf që fëmia e ka me ja dediku familjes, prindve sidomos. Jo, absolutisht. Nuk e ushqen domethënë. Jo, nuk e kam tregova ma herë që unë e kom pas stomatologjin, po asnjë fëmijë temin unë nuk e drejtoj andena. Ajo është personalitet tjetër, është jetë tjetër një farë mënyre, ka bindjet e veta, ka edukatën e vetë, ka pëlqimet e veta dhe kështu që jam jashtë vetëm me respektu dhe me suportu. Ala me të shkenca sa ty në shtëpi te ju? Fizik, po, mjekësi, matematik, mjekësi, teknologji. Tona t'i kena. A ja vletëson kjo jetë e juve që jeni kaq natyra të ndryshme, qaq kompakt po qaq ndryshëm në njëjtën kohë? Shpesh, po, e bën të larmishme, nuk është që e lehtëson, po e bën të larmishme. Shumë ashtu, të më thonë, të nkojnë e ki një sen, ndryshe, nuk është çdo herë tema e njëjtë. Shpesh më ka ndodhur me vajzën e madhe, ajo është me fizike dhe me shkencën e don kështu. Dhe kur fillon, unë jam asi personi që ka shkenca e fizikës, jam out dhe ja bëj nën të ndigoj, kur do në më shpresë me të kuptu, pra pak problem. Po mirë, pja dalim. Elhamdulillah. Gjithë kemi njerëz që kanë impakt në jetën tonë, njerëz që kanë ndiku gjatë rrugtimit tonë jetësor. Për ty, kush ka qenë pika jote e frymëzimit? Kush ka qenë prej njerëzve që t'ka frymëzu ty? Muj me thonë si kthes për ndryshimin e jetës teme. Fillet i ka pas një shoqe në bank, në shkollë mesme, 4 vite kom pas shoqe. Jemi ullë të nkohen bashkë, kemi ndajtë të nkohen bashkë, po ka qenë në besimit krishterë. Mundësinë e parë që e kish, më bëjke, pse s'po vjen në fenë tonë, pse s'po kthesh në fenë tonë. Edhe unë me ato pak njohuri që i kisha për islamin, se i tako isha një familje muslimane, mund isha me binë që islami është më i mirë. Edhe aty u konë shkëndijat e para që kom marrë me lexu për islamin, për mi tregu asajna që islami është më i mirë, sikur prit që shkojmë të ushty me zeti. Shoqe shumë të mira kemi qenë, po ajo më ka po me reflektu dhe ndoshta me lexu dhe më konë miska me praktikimin e islamit kjo që jam. A kam shoqni tash me ta? Mungon shoqnia e sajna, kemi kalu shumë ditë mira, po prej momentit që ka marrë vesh që jam mbulu, ka shkput krejt kontakte. Kështu që më vjen keq, po shoqe e mirë ka qenë. Ndoshta ajo është një ndër shtyset kryesore që unë jam sot ku jam. Shikus dashton, faleminderit që qëndruat dhe dëgjuat këtë bisedë bashkë me neve, këtë bisedë të mrekullueshme me Miskën. Shpresoj që përvoja dhe refleksionet e saj ju kanë frymëzu e ju kanë dhënë energji pozitive. Deri në episodin tjetër në përjetimet pa shprehuna, ju uroj ditë mira, të bukura dhe përmbushje, paqe dhe mirësi, mirëmbëjtje.